A dini cili është zakoni i shumicës prej njerëzve të popullit tonë që na do këtë krejt normal, po që realisht na dëmton shëndetin edhe na e shkatërron atë. E ky zakon është përdorimi i ujit të bojlerit për përgatitjen e supave, gjellave e shpesh herbesa edhe për çaj. Pse ky zakon është i rrezikshëm? Sepse uji nga bojleri nuk arrin kurrë me u zbraz krejtësisht. Dikush mundet me thonë, e po këtë ujna e vlojna edhe temperatura e lartë i shkatërron bakteriet. Por e vërteta është që në këtë ujë nuk qëndrojnë vetëm bakterie, por qëndron edhe gëlqere, e dryshk, edhe shumë kimikale të tjera. Si përfundim, ky ujë në momentin kur vlen mund të jetë i pastër nga aspekti i bakterieve, por nuk është i pastër në aspektin kimik. Prej tubave të bojlerit të dashur shikues del plumb, bakër, zink e tjera, me çka na të gjitha këto i marrim përmes ushqimeve. Varësisht çka kena përgatit me këtë ujë, kemi jemi aqu bakshish organizmit tonë. E për pasojë të dashur shikues, më e pakta që mund ta marrim nga kjo shprehi është lodhja kronike dhe humbja energjisë, diçka që na përcjell si popull në vazhdimsi. Pastaj mund të kemi dëmtime të mëlçisë edhe të veshkave, probleme me lëkurë e rënje të flokëve, e më e rënda çrregullim të sistemit nervor veçmas të fëmijëve. Për fund të dashur shikues, të dashura gra, që më shumë ju bjen me përgatit në kuzhinë, mos e neglizhoni këtë shprehi dhe disohuni edhe mos e përdorni asnjëherë ujin e ngrohtë nga bojleri për përgatitje në kuzhinë. Ai është për pastrim e përdush, nuk është për me e konsumu. Të u mundu me kursy kohën të mos e dëmtojmë shëndetin. Kur gjë nuk bëhet nëse presim pak për më na vlu uji i pastër.